Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, këtë herë për të komentuar një lëvizje që mua më ka rënë në sy mbrëm. Edit mbrëm ja treguan të vërtetën për Dolçen se ku ndodhet Dolçe. Tani Edi nuk di shumë rrethana se çfarë është folur, se si qëndron situata, se çfarë afrimiteti ka krijuar Dolçe dhe cili është dhe ku dëshiron që të arrit Dolçe me këtë Grande Fratello, por ajo që në këtë mes nuk mu duk që u gëzua ishte Eliona. Nuk e dija e pat ju momentin kur Edin filluan ta përqafojnë banorët që Dolçe do të futej përsëri brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Eliona ishte pak si e stepur dhe pak si e heshtur. Dhe këtu, siç duket, Dolçe pas ka një nuhatje të veçantë për ta kuptuar se kush nga gocat e asaj shtëpie mund të ketë një lloj pëlqyeshmërie të fshehur kundër drejt partnerit të saj. Banorët e kuptuan që Eliona është e preferuar jashtë edhe nga familjarët, edhe nga njerëzit e afërt, edhe nga njerëzit e dashur të këtij grupit. Por unë mendoj që Eliona me afrimitetin që bëri me Edin, Edi ishte ai që ju lut Eliona të rije në shtëpi, të mos ta bënte gabimin që të largohej, sepse para 2 netësh Eliona ka qenë shumë e mërzitur, ka qenë shumë e trishtuar dhe dëshironte që të lërë këtë rrugtimin, të largohet nga shtëpia, ndërsa Edi ishte ai i cili luftonte duke e bindur që mos u largo, do të bësh të njëjtin gabim që bëra unë, do t'i shohësh nga ekrani televiziv, do të pendohesh nëse ti do të largohesh, dhe siç duket Eliona me afrimitetin që krijohet, sepse unë e besoj që aty mund të ndërtohet dashuria, sepse më besoni është një ambient ku nuk ka asnjë gjë tjetër përpos emocioneve, përpos të qëndruarit bashkë me njëri tjetrin, përpos të ndar momentet bashkë me njëri tjetrin, dhe unë mendoj që Eliona ka krijuar një diçka brenda vetes me Edin. Ndoshta kur do ta merrte vesh Eliona se çfarë është folur në Grande Fratello dhe në qoftë se Edi do të ishte larguar emocionalisht nga Dolçe, sepse në një shtëpi nuk mund të largohet, ndoshta mund të krijonte një diçka tjetër me Elionën dhe mund ta thonim që është si çift. Edi dhe Eliona e gjejnë gjuhën shumë me njëri tjetrin. Domethënë unë i kam ndjekur bisedat e tyre të gjata, ndajnë shumë kohë me njëri tjetrin, që nga dalja e Dolçes Eliona është afruar shumë me Edin dhe siç duket e shikon Dolçen si një lloj konkurrence kundërdrejt Edit që mos t'ia merr Edin apo mos të mërzitet që Edi nuk është pranë saj etj. Ky reagimi i Elionës, ndoshta jam edhe gabim, Eliona mund të jetë njëri që mund të jetë e ftohtë në reagime dhe nuk jep reagime, por ky reagim i vogël që un pash, mu duk sikur Eliona xhelozoi pak për marrëdhënien me Edin që do të vinte Dolçja dhe dëshiron ta ketë vetëm për vete. Si e shikoni ju këtë marrëdhënie?